Fenomeni shkodran Luiz Eli ka reaguar pasi ka parë vogëlushen e tij Luna Mari teksa kërcen nën ritmet e këngës së tij më të re. Kiara para pak minutash zbuloi përmes një videoje se si vogëlushja e tyre e adhurueshme ka reaguar pasi ka dëgjuar këngën e re të babit të saj. Ai ka ripublikuar pamjet që bashkëshortja e tij ndau në profilin e saj Instagram, ku shfaqet ëngjëlli i tyre duke qëndruar përpara televizorit dhe duke kërcyer nën ritmet e muzikës së tij. Luizi si gjithmonë ka reaguar në mënyrë epike dhe ka shkaktuar pafund të qeshura në rrjet me komentin që ka bërë pasi ka parë të voglën e tij duke kërcyer. Jam bishkrimi që ka vendosur ai pasi ka ripublikuar vogëlushen e tij duke kërcyer. Herët ke filluar me u përdredh të pas baba ty. Ky reagim ka shkaktuar një sër të qeshurash në rrjet dhe ka bërë që shumë prej mbështetësve dhe ndjekësve të tyre të vërshojnë me komente dhe mesazhe të jetë pozitive ku normalisht shprehen se Luna bashkë me prindërit e saj u zbukurojnë ditën. Dhe ky koment i fenomenit shkodran përfundimisht është ikonik. Vetëm ai mund të bëjë të tilla reagimesh. Normalisht brenda kuadrit të humorit të cilin e karakterizon për herë atë. Ky koment plot dashuri, por njëkohësisht me një humor tipik alla Luizi, ka bërë që fansat dhe ndjekësit të shpërthejnë në të qeshura. Përveç se një artist i suksesshëm, Luizi po tregon se është një baba i përkushtuar dhe me zemër të madhe. Ky postim i tij ka prekur zemrat e mijëra shqiptarëve që e ndjekin çdo ditë dhe ka sjell një tjetër anë të ëmbël të tij, atë të babait krenar që emocionohet dhe argëtohet nga çdo gjest i vajzës së tij. Duket se vogëlushja Luna jo vetëm që është tashmë ylli i shtëpisë, por po merr gjithnjë më shumë zemrat e publikut dhe sigurisht të prindërve të saj. Vogëlushja e adhurueshme e familjes Eli duket se do të jetë shumë shpejt pasardhësja e talentuar e Luizit, pasi duket që ritmin e muzikës e ka në gjak dhe të trashëguar nga babi i saj. Luizi duhet të ndihet përtej shakave që bën dhe humorit që përcjell shumë krenar për këto momente që po sheh me të voglën e tij, e cila ka për të qenë fansja e tij më e madhe.